Prej më shumë se 6 dekadash, tingulli i makinës së qepjes dhe puna me gjilpër ka qenë pjesë e pandashme për dishmërisë së tij. Për shumë gjenerata ai njihet si Usta Jakupi. 76 vjeçari Jakub Qeshmegjiu vazhdon edhe sot të punojë me të njëjtin pasion dhe për kushtim. Rrugtimi i tij Rrobaçeps ka nisur në vitin 1964, duke e kthyer këtë zanat jo vetëm në profesion, por edhe në pjesë të identitetit të tij dhe një trashëgimi të çmuar për komunitetin. Rrobaçepsin kam filluar 1964 si nxënës. 2 vite kam punuar si nxënës. Mos 2 vite vetëm në bëna punëtor. 66 si më konën veç mjeshtër i pamvarur. Vetë kom prej, vetë kom kep. Dhe në vitin 1974. Në 74 merë rasti u punësova në Llotaritë Kosovës, edhe aty punova një 13 vite, do shqipfolsa, më largun se s'mësha me thonë kësane që është e barë, për e zezë dhe zezë ka më largun. Të një fillova 1989 në prapë Rrobaçeps, në që betën 86-ën, fillova Rrobaçepsi, si punëtor punojsha, të një 89-ën e hapa një lokal vetë, të ish antisigurimit social krahinor ka qenë. Punova 4 vite, erdhen masat e dhënshme në këtë shoqatër e pensionerve, po mi thonë shqiptarët i gjuna, mi thonë, a i hinin masat e dhënshme, edhe më largoj muhe, ja dha djemve të vetë atë lokalin krejtë. Të një fillova për atyt, më thiri Enver Petrov si ndjeri në teatr. Mi e kep do kostime për një shfaqe që kish të këtina kufiri me dhe të ki dervishit ndjerit. Punova të ja kryu ato kostimet, edhe për më pyte Enveri, tha, a je interesu më punu në teatr? Më thot drejtë nuk kisha fort se atje rini, unë isha në kohë më të kalume, për shkaku jam ishte me i aktivizu djemët dikon që mësë më shku rrugë gabushme. E një djali dytë, a e veç dike me kepen. A e dike me kepen. 4 vite punova në teatrit dhe dona, kur erdhe na i shkohu që erdhe mos e dërshme, na largun. Mu e Enverin, e Teki Dervishin, edhe një femën e konën. Të një mjeshtër i qontave Lypke Rrobaçeps. Edhe unë shkova. Kur shkova, tha, që ka me kjep djali mirë, tha, qonta, tha, s'di për unë me Rrobaçeps, nuk di qontën. Një fjallë më ka dhënë, tha, që Rrobaçepsi qanta gjitha bëhet kallaj. A qanta gjitha Rrobaçepsa s'mundet më bëhe. Duke folur për dallimin mes Rrobaçepsisë së dikushme dhe asaj të sotmës, Qeshmegjiu tregon se një setur dikur kërkonte rreth 48 orë punë, ndërsa sot përfundon brenda 4-5 orësh. Për para, setër në kuro kepen, ka pasën punë efektive në setër 48 orë. Punë efektive. Pantollat këmë konën 6 dhe në 8 orë. Tash, pantollat i kepin për 15-20 minuta, për që që kepin ata e din vete, setër kepet mrena 4-5 orë e krynë setër. Pse, është tash ka orë letësi me jenë gjithë se jo, se atë përpare me që e konë, si jenë kërkon heqë. Edhe që të ka ndasit të madhe. Po jënë borë Rrobaçepsa plot. Plot jënë borë Rrobaçepsa, po krejt janë me ka një muj kurs, po thot jëmë Rrobaçeps, kur për këshyri që ka po pënojnë mu po vjetug. Hapat e parë në këtë zanat i ka bërë duke qenë i drejtuar nga baba i tij, i cili e shtyu ta ndjek këtë rrugë. Ditën e parë se na e kemi profesionit prej babës, e une, e vllaznia, e djemt e vllaznive, ujë salu se kemi, për që ata dhe kemi bjemnin Qeshmegjiu. Po baba i ndjeri më tha diçka, tha, mos shkojmë krejt një drejtim, për ty për të shtimin në Rrobaçeps. Rrobaçeps e keshëm atë një këshi aty mjeshtër, edhe më shtinit e qaj me pënue. Ma thonë drejtën dhe vetë i ka pak me qëllim se matematika së më ka shu kërqyshna. Thesha, këtë në zanat Rrobaçepsisë në shkollë, në zanësve në ekonomi, së më vynë matematika, a ma shumë të më kesh pas vynë mu matematika. Edhe që atë i meta të njënta.
Megjithse vitet dhe sfidat shëndetësore kanë lënë gjurmët e tyre, usta Jakupi tregon se sot punon më pak se dikur. Për vetim tashmë mendalisht nuk jam të punuar të reja, çanta të reja. Pse në 2020 e ku pas një sulm në kry, po fatbarësisht pa pasojë. E vetë mjeku më ka thonë, vëse Jakub, mos e ngarko trunin. E tash ku mikë se çantat për femna gjithmonë janë ma problematike. Për moshku kepi, sot tash i kepi, se janë ma leta, i kepi. Ka pasën çanta që kur punoj shëtëria ka pas çanta bum ka bush, që një bordë që do, ajo ka bu bum. Edhe një ka qenë një për gratë më shume. E di kse, po mas te për minat kohë kemi punue ranoca për fëmi, për shkolla, Nike, Adidas, Puma, tëna firmat i kemi punu vetë. Kemi pas punë që nuk beson. Edhe pse qepja pantolonave mbetet ende puna e tij më e dashur, ai thekson se kërkesat nuk janë më si më parë. Këtë që tu çanta, që pishe që tu këtë durët e mija i kam punue. Këtë i kam punue. E tash mas te për mi veçat kom qef pantolla me kepen. Pantolla me kepen, që besa kisha qefat për para kër punojsha çantat e reja, që atë çantën që ku po thëmë femnave, më ka thonë patronin nxerë modelin, e kom nxerë këtë modelin, e kom fillu me kepen, kur ka orë të përfundimi finishin më krye, nuk disha me montu. Mu përzi troka dhe mu pak e patron tham, kështu se që më të ditë me montu qysha se mure, këshyre të upra, tha zote e vroft, qysha ka montu e. Kur kom shku të shpia, kom ra kom flet, në ora 1:30 ti që ke mirë. Më ka dollë gjumi, edhe mu ka kujtu qysh me montu. Kur jë mordhen, në punëtori, edhe kom morë kom montu e. Kur erë patroni tha, usta tha pas ke krya, tha shpor, qysh e montu e, tha se di. Janë nisë me kjeshme, do. Që ajo ka bërë mas shumë ti. Veç, po thonë, kisha që me punu të reja shumë. Kisha që me punu të reja. E tash për rroba qepsi, mas te për më ka metën pantull, apo s'pa kep kërkush. 5-6 muja kep dikush i para jo. Mosha nuk ja ka zbehur vullnetin. Jakub Çeshmegjiu vazhdon të punoj me të njëjtën dëshirë dhe përkushtim. Vullneti. Këtë vullneti pibëj. Me beso që edhe dileve dalë se su në rritë e shpia. Dileve dalë nora 9, 9:30 deri nora 1:30, 2, 3, babaki. Por që ka përnoj dilen. As të hona aftë morë të su në përnoj se su në pengo kërkush hiq edhe veç kepi përnoj edhe kry. E ardhmja e profesionit si që da përnu, si rruba qepsi, është ka kapitulan. Pse? Mas pari ka fajet shteti. Në vend se mi stimulu zanat litë, këta pi destimulir zanat litë. Vitin 1986 kanë qenë 54 rrëbaqepsa në Prishtinë. Sot asë një se ki rrëbaqeps me pletë kuptim të fjallës, jo rrëbaqeps veç me një mujë kur sa dush ki je, po me pletë kuptim të fjallës, rrëbaqeps s'ki mo. Po shuhen. Ka pas loj zeje, loj zanote ka pas në Prishtina, sot s'ki e thët. Rrëfimi i usta Jakupit mbetet një dëshmi e gjallë se puna dhe pasioni nuk ndalen me vitet. Edhe sot ai qëndron pranë zanatit që ka shoqëruar gjatë gjithë jetës.